is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have Mirë mbrëma, dhe ja ku jeni sërish, kaloi dhe një javë, më mori malli për këtë Dua Prime. Ashtu, ë? Po. Mori malli. Sot Çfarë të mori malli? Për ty më mori malli shumë lart. Duke fol 30 herë në ditë. Po ti s'të lë të marri malli një herë. Kjo është temë tjetër, do ta trajtojmë një ditë tjetër. Po patjetër. Po sot kemi një temë shumë të bukur, shumë sensitive. Unë në fakt nuk e kam provuar, kështu që më mirë të të pyes ty të parën, si është 48 orë mbasi ke sjell në jetë dy mrekullitë tua? Uf, çfarë teme kjo? E kemi biseduar, mos bëj sigur. Do ta themi pak më qartë këtë pjesë. 28 orë në spital. Kjo është tema. Po pra, 48 orët në spital mbasi ke lindur, por që më shumë mua më intereson të di në marrëdhënie me stafin apo me njerëzit që të kanë ardhur për vizitë apo me ndjesitë tua. Për shembull, ti ke dashur të vinin apo do jetë rrije vetëm për shembull? Stresi fillon, unë në rastin konkret, në rastin konkret unë nuk kam lindur vetë. Kështu që stresi fillon që te gjilpëra, epidurale. Okay. Pastaj këto mami, babi, halla, xhaja. Kanë ardhur gjithë? Mua më kanë ardhur pothuajse të gjithë, me djalin, kurse me vajzën jo. Është ai rasti që ta mbushin dhomën me lule dhe me gjëra? Është ai rasti që ti në ato momente i bërtet shoqeve. Dhe shoqet të thonë që s'ke kujt i bërtasësh. Ç'pati kjo? Është moment i bukur, është moment i vështirë. Ti ke provuar si tezë? Unë e kam provuar si tezë. Në një rast me Lurën që është më e madhja nuk kam qenë në Shqipëri dhe mund të them që më ka ngel peng se Lura lindi 2-3 ditë përpara se ne besi ta kishe planifikuar bashkë me doktoreshën atë kohë dhe mua më ngeli shumë peng që nuk isha prezent në atë moment. Dhe pastaj i kam shlyer me tarën që i kërkova leje personelit të më linte në dhomën ku besi do vinte mbasi motra, domethënë, do vinte mbasi të kishte lindur dhe kam pritur në dhomë derisa mbaroi gjithë procesi. Ishe nga ato tezat që do jepje mendime? Do thoje... Jo, mendime s'ka, isha kështu si punë gati në shërbim. Në shërbim të gjithëve. Në fakt, me lindjen e parë, mbaj mend që i doja të gjithë njerëzit afër. Do i randaje, si eksperiencë. Të gjithë, vinte ndonjë sanitare, vinte ndonjë mami, të lutem vjen pak, hajde pak këtu. Me lindjen e dytë, kuptova që nuk doja asnjë njeri. Pse? Doja vetëm doktorin. Mirë, po doktori mbaron punë. S'ka punë. Ka punë mamia. Kështu që po pse çfarë nisi ti jep te doktori? Besim. Të duket sikur akoma ke atë vazhdimsinë që i përket akoma doktorit. Doktori që të ndiqte po. Doktori që më ndiqte, edhe pse nuk ka punë doktori. Astrid Bimbashin. Po flas për Astrid Bimbashin. I felt so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I never knew you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Doktor, më thuaj. Çfarë ndodh me ato, mirë se na erdhe, më fal se. Na je bërë kështu si një shtëpis, prandaj nuk na duket çudi që të kemi këtu. E di. Ai shumë sa këshillohemi me ty? E di. Çfarë ndodh në këto 48 orë pasi nëna ka lindur? Domethënë me nënën apo edhe me të afërmit e saj në martenitet? Secila grua them që ka përjetimin e saj në varësi të kostumit social që ka. Sepse jo gjitha gratë janë njësoj, kështu që përjetimin që kanë mbrapa e kanë të ndryshëm dhe edhe ne përjetojmë ndryshe. Kur kam bërë shkollën, një pjesë specializimit në Londër, më kam mësuar që mos të mësojmë me zakonshme. Në zakonshme është kur vi për ditë në shtëpi dhe ke një dëmtim aty dhe nuk e të është bërë rutinë. Kështu që mundohem dhe një gjithmonë që të mos mësojmë me rutinën e përditshme, por njerëzit janë të ndryshëm dhe
historitë janë të ndryshme, projektimi që ka me spitalin janë të ndryshme, raportet që kanë me personelin janë të ndryshme, kështu që dëgjoj histori nga më të ndryshme sidomos mbas lindjes. Kam tentuar dikur të bëja një kështu, jo audit apo kërkim, por që të kuptoja vërtet, dhe kam 2-3 shkrime, po kryesisht nga gazetare që kanë lindur, që janë vërtet shumë të bukura. Sepse e kanë të gjithë atë pjesën edhe para lindjes edhe mbas lindjes. Dikur më ka thënë që është në politikë tani, më tha, më falta, po pse duhet më hynë çdo 2 orë në dhomë? Nuk e kuptonte. Po pse hynë çdo 2 orë në dhomë? Se do unë se kam kuptuar këtë. Se di, varet, është, si ta them, ke parasysh kur shkon Vlorë dhe aty në Rrogozhin shesin mistra? Kështu që Nuk e kuptova kush hyn në dhomë. Punës së shërbimit, kujdesen, sa shkaqe kujdesen. Ty sa të zë gjumi era. Po jemi se nuk e kuptoj tash, hall kur kujdesen, hall kur nuk kujdesen. Shiko, varet ndaj tash që secili ka një këndvështrim komplet. Pse nuk vini një kështu do not disturb, kështu mos shqetëso për shumë aty si në hotele, mbrapa derës. Këtë nuk mund ta them, po gjithsesi spitali ka ndryshuar absolutisht për mirë, në zbet fare, domethënë. Mjaftoj që janë dyshek shumë të mirë, që qafë janë komplet bardhë. Ushqimi është mirë. Nuk e di, nuk e kam provuar. Ushqimi është mirë dhe biles mua më bëndë përshtypje, doktor, që vini me qese, akoma... Dikur kishim, pothuajse jo. Pothuajse, dhe koha është shumë e shkurtër e qëndrimit në spital, kështu që normalisht rrallë. Ka 2 ditë? Jo, 24 orë për linjë normale, 48 orë shkon për cezariane, kur shkojnë gjërat mirë. Më shumë rrinë gratë rrinë për fëmijët, edhe aty janë pastaj gjithë këto storjet mbrapa, sepse socializohen me njëra tjetrën, kostume sociale të ndryshme dhe t'i gjen diskutime shumë ndryshme për sa i përket marrëdhënieve shoqërore. Nga 2 ditët e fundit që ke qenë në punë, mund të na thuash një rast të veçantë? Çfarë mund të ketë ndodhur me ndonjë familjar, ndonjë kërkesë të çuditshme që kanë familjarët kundrejt stafit? Ja u bëjnë punën më të vështirë? Shiko, historitë tona janë nga më të ndryshmet dhe si thua, dhuna verbale që kemi në spital është vërtet në logjikë është e papranueshme, por ne është bërë normale fare dhe e kemi totalisht pranueshme. Nuk reagojmë më ndaj njerëzve, sepse unë nuk të vetëm një gjë, sepse gjithë bota ka një misericordia që quhet, domethënë ai që nuk ka sillet shumë më mirë se ai që ka. Këtu është e kundërta, ai që nuk ka sillet më keq se ai që ka, sepse mendon që duke mos pasur atë që mendon ai që mund t'i bëj ta bëjë ndryshe një proces saktuar në punën tonë, doktorët sillen ndryshe. Në fakt nuk është absolutisht s'është e vërtetë dhe mjekët në përgjithësi, s'po them tani 100%, po sillen njësoj, sepse ne me njerëzit nuk kemi spital, ne jemi një shtëpi lindje, që njerëzit duhen është vinë për kënaqësi, vinë për të bërë gjyshe, nën, babe, tjere. Domethënë çdo gjë që ndodh pastaj jashtë këtij kuadri, janë edhe shumë të rënda se sa në spitale tjera. Mi që përmendi Lori lotot, kush qanë më shumë? Nga familjarët. Nga familjarët. Se di, nuk e di kush jam më shumë, po unë di vetëm një gjë që kur ndodh diçka që s'na shkon, më shumë shërb babai se sa burri, po patjetër. Kur shkojnë gjëra të mirë, po. Ka një rast specifik që e mban mend si një rast që të ka ngelur në memorie? Shiko, me baballarët. Nuk duat, sepse gjithë raste specifike kur baballarët bëjnë atë që namin, janë ato raste që janë fatkeqësia të rënda, kështu që më mirë të mos i kujtoj. Jo kështu nga ana pozitive, ne flasim nga ana pozitive. Lot gëzimi po themi ne. Lot gëzimi e thotë. Po merremi me nuk apo çajm cepave. Nuk e di. Këtë nuk mund ta them. Kemi
plot kemi kapur, sidomos rastet që janë të vështira, që janë operacione të rënda, që janë nga rrethet në urgjenca etj, natyrisht që edhe kur çdo gjë mbaron mirë dhe gëzimi është gjithmonë më i madh se sa në rastet e tjera. Po kërkojnë paguar të jenë operacione, kërkojnë që të jenë prezent? Po. A është mirë që të jenë? Gruaja vendos për Jo, si doktor për shëndet, e këshilloni që babai të jetë në sallën e lindjes? Ne këshillon Organizata Botërore e Shëndetësisë që i le të hapura. Po. Sistemet edhe gruaja zgjedh, mund të zgjedhë babain, mund të zgjedhë motrën, mund të zgjedhë nënën. Po edhe këtu në Shqipëri mund të kesh një familje. Patjetër, vetë çfarë. Mam duket shumë e çuditshme. E çuditshme, është shumë e zgjolla për veten time. Varet nga ndjesia, por që për ne mjekët është më mirë, apo për një format caktuar mjekësh është shumë më mirë sepse prania e babait apo e njeriu brenda në sallën e lindjes apo në sallën e lindjes kryesisht sallën e operacionit shumë rrallë, domethënë ku kanë lidhje me profesionin ton etj. Bën që edhe personeli të jetë shumë i kujdesshëm me atë grua se sa në rastet e patjetër. Ka ndonjë baba për shkak që mund të kenë rënë fikët? Po, patjetër që ka. Do të thënë ju në vend të merreni me gruan, merreni me baba. Që ka alkool zgjohen. Zgjohet direkt. Zgjohet një herë para shumë vitesh. Në fakt, kemi pasur dikën në sallë të operacionit, do të ketë mbi 10 vjet. Edhe sallat ishin të vogla në atë kohë, edhe kur rrëzuaj, ram brapa dhe i mori gjitha tavolinat që kishim me radhë. Por, edhe kemi edhe fotografuar në fakt. Po raporti i nënave me mamit, si është? Krijojnë një lidhje ata, se është ai momenti i parë që njeriu i parë që nënat fitojnë besim. Për çfarë duhet? Në këtë kuadër spitali ndahet në 2 grupe, të jemi sinqert. Është një grup i cili mjekësh që sjell gratë që javën e 38 që i prezantohet mamit ose me sistemin, sepse mamit ai mund të fillojë aktivitetin e lidhjes edhe gjatë natës në mos jetë ajo mami. Por pak a shumë krijojnë një ide për sa i përket ambientit, sistemit, ku do lindin, ku do shkojnë e kështu me radhë. Dhe është një grup pak a shumë. Është edhe grup tjetër pastaj që nuk refuzon një format ose një format tjetër, sepse e quan një grua si t'ju them një grua shtatzan, jo si se s'po më vjen tani, më vjen në gjuhë tjetër, por në shqip nuk më vjen. Në sakt. Do të thënë që është një edhe nuk ka lidhje vetëm me këtë mjek ose me këtë mjeke, dhe s'ka lidhje me sistemin. Që është totalisht gabuar në fakt, por që është vështirësisht e ndryshueshme. Është thjesht çështja e sigurisë që ndjen tek ai doktor? E kam kaluar dhënë këtë ndjesë doktor. Do të thënë kur vite doktori, doja vetëm doktorin. Shiko, spitali është sistem përgjegjësie. Ti nuk mund të në spital, domethënë do të kesh përgjegjësia është e një grupi të caktuar. Nuk është e njeriu të vetë. Formati i njerëzve, i mjekëve, që kërkojnë që një grua të jetë në përgjegjësi personale e tij, nuk është e gabuar. Është për keq se kaq, sepse të gjitha sistemet pastaj mbrapa ç'a ndodh, po ndodhi diçka. Përgjigje sistemi dhe jo individi. Ndërkohë që individi e ka mësuar këtë grua sikur është ai vetë. Përgjegjës. Kështu që në këtë kuadër ka shumë për të bërë në fakt. Por siç duket motivimi i sistemit shëndetësor apo i mjekëve apo mamive ndaj rregullave apo protokolleve është i ndryshëm edhe për mjekët në bazë kostumeve të ndryshme sociale që ka. Po pjesa psikologjike. A ka shumë nëna nevojë për psikolog në ato momente? Ne kemi 2 psikologë në spital, në fakt, që punojnë goxha, sepse ajo depresioni mbas lindjes nuk është i rrallë, pavarësisht se kujtojmë se është i rrallë. Depresioni mbas lindjes ndodh kur një grua fillon të bosket më vetbesimin tek vetvetja, sepse është më shëndosh, barku i është ka lidhje me anën estetike. Ka lidhur.
kryesisht ka lidhje me anën estetike. Ka lidhje pastaj edhe me anën e bebit, që mendon që nuk e ushqen dot me gjithë. Ka një grup çështjesh E kam hasur shumë këtë vështirësinë e nënave për përgjithënie. Dhe sa e rëndësishme është kjo, dhe më shumë dua të di se si le të themi psikologjikisht trajnohen këto nëna të reja. Për t'i dhënë gjithë fëmijës, po edhe nëse nuk e ka, spitalin ku punoj është një spital mik i fëmijës, bërë kohë përpara, doktor Eduard Tushe, që është pension tani, është themeluesi i neonatologjisë moderne shqiptare. Kështu që ka një vlerë të padiskutueshme në këtë, por kohët e fundit edhe këtu interesat tregtare nga njerë kalojnë, si thëmë, atë motivimin apo profesionalizmin e njerëve. Që do thotë, ata që sjellin qumish, pavarësisht nga ligjet që janë shumë të rregullta, apo që tregtojnë qumshin, bëjnë një presion caktuar edhe ndaj personelit shëndetësor, ku një pjesë e tyre çedon dhe normalisht unë që jam si shef shërbimi, shkoj dhe kur i kontrolloj, gjej biberona, pompa, qumësh plur në njërë tjerë, që nuk duhet të ekzistojnë në një institucion terciar, shtetëror, si që jemi ne aktualisht. Promovimi që i bëhet qumshit nënës tani është diçka më i urët, se sa më parë, po mundohemi të influencojmë një format normal edhe jo, ndonjëherë, për sa i përket pikërisht këtij problemi që është problem shumë madhor. Problem madhor sepse nuk është çështja e qumshit plur, nuk është çështja e qumshit gjiri. Problemi është se një fëmijë që rritet me qumësh gjiri jeton më shumë se sa më shëndetshëm, më shumë se sa të bebet e tjera. Dhe pjesa tjetër është më e rëndësishme se kaq është kjo që dashurinë gjithë botën, në fakt shprehet nëpërmjet ushqimit shpeshherë. Kështu që normalisht kur i thua ti qumshi plur, që ta hollosh 1 me 8, 1 me 10, nuk ta hollojnë me 10, ta hollojnë me më pak. Domethënë sepse duket sikur po e shnoshin më shumë bebin, ndërkohë që janë veprime totalisht gabuara, të cilat në jetën afatgjatë të fëmijëve kanë probleme që mund të kthehen shumë serioze. Doktor, pse një nënë e re nga njerë nuk i vjen gjiri? Pse ndodh kjo? Pikërisht për këto që thash përpara, në 100 gra që lindin, mund të jenë 5-6 ose 8 maksimum 8%. Jo. Por nëse dikur kur kanë filluar punë, i jepshim kalamajve ujë të zjerë me lugë, sepse gjiri vjet kullostra fillimisht. Po nuk ujë të zjerë për me lugë, jo me biberon. Sepse biberoni është shumë i thjeshtë që ta pi. Ai gjiri është shumë i vështirë. Po domethënë po se vure fëmin gjiri nuk të vjen. Domethënë ka fëmijë që janë përtacë edhe praktikisht jo, s'është, ka do të thënë s'mund të quhesh politike, sepse politika e spitalit, politika shtetërore që gratë duhet të stimulohen për me gjë. Por ka edhe njerëz që thua që nuk. Do të thënë që përfitimin personale kanë më të rëndësishëm se sa jeta e mirëqenia e një bebi në të ardhmen. Po ti doktor më ke ardhur duar bosh. Kështu që duhet. Po jo, se s'ka ardhur duar bosh. Po kishte ai shumë gjëra, tha, kështu që më mirë të shkojmë në shtëpi. Nuk vija dot me. Po kemi ardhur ne në shtëpinë tënde. E di. Shpresoj. E ndjekim insertin. Në brikën e sendeve, doktori kishte aq shumë sende sa më mirë të vinim në shtëpi se sa ti merrje të gjitha me vete. Mirë se të gjetëm, doktor. Mirë se erdhët. Tani, unë shoh këtë gjën këtu. Shumë interesante. Lupë më? Po çfarë është ajo? Po kush të marrë kjo? Gjëja kaq e bukur. Kjo më duket se e kam marrë kohët e fundit, kam marrë në Prag. Pëlqyer gjithmonë një stil i tillë arredimi, ndoshta është çik klasik edhe i vjetruar si koncept, por mua më pëlqen. Gjithsesi. Kush është kujtimi më i bukur që ke? Nga gjithë to që nga këto sende që mund ta treguash si plot edhe ndonjëherë
Babai ka rënë violinës. Unë atë violinën doja të thoja në fakt, po. Ajo më tërhoq shumë vëmendje. Kjo të jam blerë në Venecia, edhe me thënë drejtën ishim në qikë edhe të gadit gjatë gjithë ditës, sepse kështu që qëlloj që ishim për të mirë, dhe thënë, edhe blea po për hirë të babit, me që më ka lënë për para ca vitesh, në moshë goxhat madhe, se babi kështu normalisht u plak pa iku. Të merë mallit për babai? Të merë mallit, të mungon? Më zgjonte me violinë gjesk në ditën e diel, sepse atë s'ka pas shtunën pushim, kështu që më zgjonte me violinë dielën. Edhe ishte pragmatist si njeri, në fakt, por më mësoi një gjë që është shumë interesante, më tha që duhet të jesh njeri i lirë. Do kesh frikë, po liria është më e rëndësishme se sa frika. Edhe s'e bëri ndonjë gjë mirë në fakt, po. Ashtu, ha? Edhe papi ka qenë kështu shumë i dhëndas gjërave të tilla. Kjo është një ftesë koncert instrumental në vitin në 10 prill të 45-s. Si ishin ftesat të 45-s. 70 vjet përpara. 45 Sa mirë ka skëruar. Këto janë të mirëmbajtura, domethënë. Të ruajtura nga babai. Po kjo, çfarë është? Ngjan si kulet e vockë. Kulet e vogël, kjo është e gjyshes. Më bëri shumë përshtypje. Do të thonë ke nga diçka të vogël, nga çdo pjesë. Ka filluar të gjithë fisin më sjell këto gjëra të vjetra, sepse di që unë i kam qef edhe i ruaj gjeta. Është libri më i vjetër që ke këtu. Libri më i vjetër është 1720-caja. Edhe besoj ke lexuar të gjitha, keni që ke lexuar 2 herë? Ja. Një gjë kam duhet të jetë një nga këtu kam përshtypjen. Çfarë është? Për psetrik, pjesa e madhe janë të këtij lloji, të këtij zhanri, domethënë. Praktikisht janë libra shumë të kam filluar të mbledh avash kohë përpara. Inteligjenca artificiale si kombinohet tani me çfarë juve keni pas studiuar? Kombinohet absolutisht, sepse për shembull në qoftë se bëm një diskutim apo i dolëm kundra ligjit para një viti e gjysmë të Shëndetit Riprodhues, që ishte një paleoligj, edhe i quam ministrisë fundit u futëm te inteligjenca artificiale dhe i dha të dhënat që donin dhe ato në dorë të gjithë se si ishte në çdo vend të Europës, ligji dhe ku puqeshin gjërat e shteteve të ndryshme dhe ku kishin pak gjëra ndryshe. Praktikisht ka lehtësuar shumë, sepse në fundit për bërë një protokoll dikur na duheshin 10 ditë, tani na duhen vetëm një orë, pastaj e korrigjojmë edhe janë tunifikuar në fundit sepse vinë nga vende shumë serioze tek pikpamja e rregullit e protokolleve se sa jemi aktualisht sot. Doktor, unë shoh që është një kornizë me shkrim, aty është shumë e bukur me një kontur roz. Më bëri shumë përshtypje fakt që kur erdha. Kjo është gjyshes time, është pjesë e pajës. E pajës? Para sa vitesh? 105 vjet. Wow. Përpara? 102 ishte. Është 920. Vi nga familje mikroborgjezësh, në fakt, pa prona. Pa prona? Jo, fare zero, vetëm atë pjesën e shtëpive që kam pas, por edhe nga familje e cila ka qenë familje dhuruse. Sepse gjyshi kishte një shtëpi dhe atë shtëpi e fali për të bërë spitali parë amerikan i Kryqit Kuq në maj të 19-s. Atë spitali parë aktualisht në Shqipëri dhe nuk e mori më. Edhe pasi iku Kryqi Kuq, ai u bë shkollë dhe gjyshi bëri një shtëpi tjetër ngjitur me atë që ka ekzistuar. Ka qenë në këmbë deri tek rreth viteve 70 më duket. Pastaj u shëmb. Do të si e në raport me ilaçet? Se përgjithsisht doktorët japin shumë ilaç. Po kur vjen puna ke vetja juaj? Dhimje koke shtupin? As marr. Ti jeni sinqert, raport me punën e kam shumë të rregullt. Për shumë arsye. Do kthehemi në studio se do kemi një telefonat për doktorin. Mezi po e pres të telefonat, se shumë e veçantë. Ndryshe nga çfarë pret doktor. Shpresoj.
Nuk është interesant, është ngrofut. Po, duket ajo që është shtëpi, dakord e bërë kështu me mera. Me dashuri. Me kujtime. Me kujtime të bukura. Më shumë se ato janë më të rëndësishme. Doktor, zakonisht fëmia parë është gjithmonë pak si thua problem për familjarët, le të themi është gëzim shumë i madh, po problem për ta menaxhuar si familje. Kur është i dyti, i treti, i katërti, janë po të njëjtët që kthehen. Se vinë të gjithë. E marrin më me lehtësi, E marrin më me lehtësi, familiarizohen me ju, kanë besim. Absolutisht që eksperienca është ndihmon edhe kalamajt ndonjëherë një profesor i vjetër në Londër thoshte janë platinium, argjend edhe bakër. Sepse normalisht kështu. Por në varësi të normave të shoqërisë apo të kostumeve sociale, ka bërë vaki që ka lidhur fëmia 7, për shembull. Kishte 6 edhe bëri të 7. Edhe në atë kohë ka qenë ministre Gerta. Në atë kohë edhe erdhi për të me gjithë fëmijën 7 tani me i tuftur edhe e morin dorë. Atë bebin 3 nga ato u sulën dhe i thanë me të qara që punë këtë ti me vllajën tonë etj. Në bazë të një rast tjetër, po flas për njerëz të mirëqenë në kuptimin normal fjalës, jo s'po them tjetër ishte fëmia 11. Ajo ishte 41 vjeç, kishte fëmijën 11 po. Kur i ka dalë koha? Kalamajt e mëdhej nuk erdhën, erdhën vetëm ti mama këtë punë pas. Se prandaj po mbaja telefonin në dorë. Erdhën vetëm të vegjëlit. Po, neve vegjëlit edhe ishte dhe kjo dhe unë e kam të xhiruar domethënë sepse e marr atë fëmijën dorë dhe them çiko. Këtu ta marrun tani, unë kam i çunë dhe po iki. Shumë interesant. Gjemoni mrapa në për korridore, ku do ta marrësh ti vllajën tonë. Vërtet familjet e mëdha duhet të jenë shumë të bukura. Unë kam jetuar kur isha në fëmijën time, kam jetuar edhe në familje të mëdha. Dhe ishin vërtet kam kujtime të bukura për familjet. Po ku ka sa familje e madhe. Ndërkohë që doktori po fliste, unë po bësha gati sepse më shkruaj ti personazhi. Personazhi misterios, surpriza. Për herë të parë, të dytë, të tretë, të katërta, të pestë, unë nuk e di, këtë do ta thot personazhi, por një gjë është e sigurt që nuk është mama. Ne kemi zgjedhur baba. Afrohemi që ta dëgjojmë të gjithë. Ndoshta nga zëri e një. Ne nuk para e prezantojmë, presim që ti ta njohësh. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nga Lori dhe Era dhe doktor Titi. Mirëmbrëma të dyve. E gjete doktor? Nuk e gjen doktor, nuk po të nje. Nuk po më njeh doktor Tintja? O katunar. E dia. O kokër katunar. E dia. 3 fëmijë me ty. Shumë më thret gjithmonë. Katunar dhe nuk u bona je qytetar, pavarësisht se kom baba im ka ardhur 48 në Tiranë, po prap katunar do ngelet. Kushtues ka qenë. Doktor, 3 fëmijë me ty. Po. Gent Azizin. Po. Është shumë kënaqësi që të kemi në emision. Genti, të falenderojmë shumë që u bëre pjesë e emisionit tonë. Tani na thuaj, ka qenë një çiki repta, ka qenë si ka qenë? Si ka qenë bashkëpunëtimi me doktor Titi. Po, na thuaj nga një fjali për të tre. Një fjali për të tre, atëre po flas për të pari, se ke i pari më ka bo me qaj që pa lindë. Po një histori të bukur që kam e kemi me gocën të fundit, që kur ishte për të parë, si po flasim që është ai momenti që shifet fëmijat, ju dritë dora, i të shumë ke, e ku ka fasa katunari më? Që ka gocë? Po, edhe që pa t'i komë dhe shamë, mos të talë për e dhe, që ka në gjurë fërë. Jo, e keni gocë, është gocë. Genti, të lutem, 3 sendet. Dhe do t'alëm doktorin të flasi. Se nuk mund t'i quj sendet, po janë gjëra. Po i kujtoj doktor Titit, ke snia parë, peshk dhe misra të zjerë. Misra të zjerë, peshk dhe verë. Po
Keni qenë duke ngrënë e duke pirë. Gendi, të falenderojmë. Gjithë të mirat. Gendi, të përshëndesim. Doktor Titi. Të presim në Duo Prime. Po patjetër që do vim. Të presim, gjithë të mirat. Mirë. Përshëndes, të dua shumë, ti e di që të dua shumë, pavarësisht se ti provokat na, po të dua shumë. Edhe unë. Jo, falenderoj. Natë e mirë. Natë e mirë. Genta zishte. Peshk verdhe mistra. Peshk verdhe mistra. Çfarë ka ndodhur në këto treja? Kur shkoj në restorante nuk du muzikë në zëturit edhe nuk televizorin nuk më shkon edhe tash mbylleni, por nuk e di çka kishte ngjarje politike në atë kohë që unë pak shoh, domethënë, por nuk ka rëndësi fare. Edhe i kërkoj, domethënë, këtu filluan që të më edhe u Gendi se thot edhe fillova ta improveroja për sa i përket jo nga qyteti, nga fshati etj dhe them keni 300 vjeç janë misa. U bën ti që të verën e se thashë kujti. Më ishte një ngjarje një kështu absurde. Siç ndodhte në atë kohë, ka që unë duhet të jetë 15 vjeç tani, normalisht është i bie 15 vjet përpara. Gendi filloi të qante. Sepse ideja ishte që ky tani që po më shan deri në këtë pikë do nuk më do më asistoj etj. Se ka shkish jo ka qenë historia, jo, keq ai e përjetoi keq. Çështje perceptimi. No. Civilizimi dhe jo civilizimi nuk ka lidhje se ku ka lindur. Ti jemi të sinqertë, domethënë, edhe është pak të thuash një gjë të tillë. Por nëse mes mish patjetër që është natut. Praktikisht ne që përjetojmë në një format ose një format tjetër, ose përjetojmë çdo ditë, domethënë kemi probleme përditshme pikërisht me civilizimin. Që ndodh edhe rëndom. Mbaj mend një ditë ka disa vite, po dilja nga korridor dhe një djalë më kthehet dhe më thotë po më ndodhi gjë vajzës edhe gruas, di unë çfarë do bëj ty. Unë kisha shtypur sensorin se një fare, nuk e njeh, një fare. Pra të kërcënoj. Jo, po. Dhe kthehem dhe i thash, më fal, më thash, mua nuk ke çan bën tash se më rrep gruaja për natë. Ishte batuta ime dhe hyra. Ani mund t'i gëlloj që ndryshe, po atëherë t'i gëlloj normal. Kështu që kur zbrita mas 2 orësh, gruaja ti kishte lidhur, ishin të gjitha, domethënë, normale. Dhe ky po më një të gjumë më thotë sistem ma futesh parë. Nuk them, thash fare të njoh, thash për çfarë? Po tha për atë batutën që the. Unë baja mend si fytyrë dhe më duke normale të më thashë. Nga jetësh nga Tirana, ke lind Tiranë tash? Po. Gjimnazin kur e bë thash, ti isë në Qemale. Çfarë shkolle ke bërë? Inxhinieri mekanike? Inxhinieri mekanike. Megjithatë thash po, bukurit. Tani thash, ke 3 minuta kohë që të dalësh nga spitali, të shkosh në krahun tjetër të Lanës, tash, sepse mas 3 minutash këtu vjen policia tash dhe ti nuk del për 3 ditë. Sepse tash kur ti që ke lindur në Tiranë, ke bërë te Ismail Qemali shkollën tash. Ke marrë inxhinieri me mekanike tash. Kërcënon shefin e shërbimit tash, që ka në dorë jetën e gruas dhe të fisat, ti duhet të jesh idiot tash. Po me këto që ke lindur të bëre dhe tash ti si idiot, normalisht duhet të kesh problematik tash. Dhe tash përderisa ta zgjidhësh të problem tash ti nga spitali tash. Dhe kujtoj se unë po bëja shaka. Praktikisht e policia dhe e mori. Edhe kuptoj, pastaj hyn miqtem se tash e nxorën mas 6 orësh. Por ka një, në fakt duhet të bëhen disa shembull sepse bluzat e bardha gjithmonë ndjen kërcënuara në presionin që kanë gjithë familjarët. Problemi i kërcënimit të bluzave të bardha është një botë, nuk është ndonjë patjetër. E jashtëzakonshme sepse njerëzit përjetojnë një moment caktuar, janë emocionet e forta. Unë i mirë kuptoj një farë mase etj. Problemi është i shtypit i mediave, se mediat bëjnë lajmin që ndodhi kjo. Një doktoresh u dhunua nga 2 vëllezër që i kishte vdekur ama etj. Problemi është këtu që asnjëherë ky shtyp nuk thot mbrapa çfarë ndodhi këtyre 2 njerëzve. E kuptoj. Se po se çfarë ka ndodhur këtyre 2 njerëzve mbrapa, ti nuk e edukuar njeri. Përkundrazi, i ke çedukuar. Dhe pjesa tjetër po e shtypit, domethënë unë kam kundërshtuar gjithmonë, është marrja e intervistave në momente shumë
emocional. Emocionalisht Që ata janë të ngarkuar, që nuk duhet i marrë. Që normalisht që shtypit duhet të ketë shumë... Pra, sepse normalisht ka shumë gazetarë që mundohen që të marrin atë momentin e sensacionit, po harrojnë që në fakt aty nuk je një Nëse një babai ka vdekur e bia në spital për shembull. Çfarë preti të thotë pa? Çfarë pret unë parë ja. Edhe unë tjetër, çfarë pret? Absolutisht. Absolutisht që do ketë një logjik tjetër. Na thuaj një kujtim të bukur nga ndoshta më të bukurin çfarë mund të vi tani ndërmend, domethënë, në gjithë të rrugtimin tënd të karrierës. Po. Pa mund të ketë shumë, po them një çfarë mund të të vi ndërmend tani. Është vetëm një gjë që më vjen ndërmend shpeshherë është janë kur shpëtojmë në jetë gruaja. Është ndjesh i plotësuar në të gjithë karrierën tënde, qoftë edhe me një njerëz, pavarësisht nga 35 vjet e punës. Kjo është nga ato momentet më të bukura, pavarësisht se nuk t'i vlerësojnë njëri përgjithsisht, nuk e kuptojnë se çka ke. Pse mendon që nuk t'i vlerësojnë? Po se kuptojnë se çfarë ke bërë. Çfarë ke bërë, çfarë ke hequr etj. Kjo është nga momentet e bukura që çfarë ndjen për shkakun kur shikon tani se 37 vite, 35 vite karrierë, domethënë i bie që fëmia e parë që ti ke sjellë në jetë është tani 37 vjeç. Lindur. Pa? Po kapim tretën duket inshallah. Jo, po. Domethënë nëse e ke takuar për shkak ndonjë nga këto fëmijë që dhe si e ke ndjesin? Është shumë këndshme, vetëm se ka një problem. Që thua, për shkak ty të kam pritur unë, more. Nuk është sa pas të vajtur, more, burr. Nuk është kështu sepse kur ishte ditëlindja e djalit ishin gjysma e çunave që ishin aty kanë lindur me mua. Por ke edhe një ndjenjë kështu që sa e plagur. Sa e plagur. Patjetër. Do bëhet fjalë fare. Nganjëherë ti shef një gruaj që të vjen në shtatzan, edhe e ke harruar, e mban mend. E di që e mban mend që e njeh, jo e njeh mirë. Dhe i thua për shembull me qetësim, "Ora, s'ke lindur akoma?" Ndërkohë hyn një shoqë me një fëmijë 2 vjeç në dorë. Deri këtu kemi filluar, domethënë kemi çeduar në një sistem. Nëse nuk do kishe qenë doktor, çfarë do kishe zgjedhur tisha? Nuk e di, babai ka vendosur që 5 vjeç të bëhesha mjek. E ka vendosur babai? E kishte ndarë. Po pse? Sepse në 48-ën babai shkon për vendi që nevojë për inxhinier, jo për mjek, sepse ato që ishin e përballon. Që normalisht shkuan për inxhinieri. Kush ngjelte në kimi, fizik edhe matematik, shkote për mjeksi. Ato bën pall gjithë jetën, doktorët, që s'dinin as kimi as fizik as matematik. Kurse gjithë inxhinierëve era bretku duke ndërtuar Shqipërinë në të gjithë vendit. Që normalisht duke parë në këtë vizion i mat kishte vendosur jo do më bënte mjek ose ka. Doktor, pyetja e fundit. Ku është ginekologjia sot në Shqipëri? Jemi mirë? Krahasim me vendet e tjera europiane? Jo. Obstetrika është e sunduar nga mjekët që normalisht nuk është punë e mjekëve, është punë e mamive. Dhe po të i lehet në dorë personelit mamive, do jetë shumë mirë. Shumë të mira. Shumë mirë. Do shkojë shumë mirë, domethënë do ketë raste më të pakta me operacion cesarian etj, por kryesisht kanë duart e hekur që i themi ne. Nuk është normale kjo që ndodh për sa i përket obstetrikës. Faleminderit shumë doktor që ishe me ne sot. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Ne do të thoj edhe një gjë tjetër. Po. Që kush do na dëgjojë, domethënë që gratë që janë shtazane duhet ta gëzojnë barë. Po, kjo është vërtet smundje. Është një nga pyllat më të bukura të jetës të një gruaje që duhet ta gëzojë. Shumica gjithmonë hiqen që janë smur. Ka diçka që nuk shkon. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Ka lidhje me tragjizmin e rajonit tonë. Duan pak vëmendje. Kjo është. Po më kjo dakord, kush është ai ose ajo që nuk do vëmendje. Dhe patjetër do kur je në shërbim gjatë gjithë le të themi jetës tënde bashkëshortor, thua këto 9 muaj le të më shërbej. Ka një problem vogël që kam përshtypjen se juve nuk e njihni sa barbën e Tiranës.
është njësoj si kur të jetosh në librazh, në tropoj fshata, nuk kanë asnjë lloj ndryshimi, pavarësisht se mund të kenë ardhur, të kenë vënë shvilë me dy kape, etj. Mentaliteti i tyre është i njëjtë. I tyre këngëtarë dhe e shefte këndvështrimi i spektatorit, por ne nuk kam spektator. Unë do të kem atë do ta kem bashkëmotor. Sepse në fundin unë jam i bark me atë çift. Që dua që ajo grua dalë nga spitali me një fëmijë të shnosh në dorë. Që normalisht raporti që ka me personelin ose me ne mikë është shumë i ndryshëm nga ajo që ju përjetoni si këngëtar. Nuk e di, kur ta provoj do të them. Shpresojmë se më shpejt. Doktor, faleminderit. Ishte kënaqësi dhe turojmë suksese në punën tënde. Suksese, inshallah ka pensionin sa më shpejt. Mos ikje përpara. Ja. Lori, ishte shumë i bukur emisioni sot. Sidomos shtëpia. Natën mirë. Shihemi javës tjetër. Together, anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.